jam në pjesën e dytë të pallatit të mbretëror të Tiranës, ju tregova pjesën e parë dhe historinë se si filloi të ndërtoi. Kjo është padyshim pjesa më e bukur dhe më manicë se është pjesa brenda. Do ju tregoj katin e parë, katin e dytë, katin e tretë, në 3 pjesë dhe më pas mund ta gjeni të gjithën prej 5 pjesësh në YouTube. Të gjitha këto punime këtu që po shihni janë bërë më pas. Nuk janë pjesë e italianëve, janë hequr dhe janë vendosur në kohën e partisë së punës. Në fakt, gjëja më e çuditshme është që në vitin 1944, kur partizanët mbritën në Tiranë, pallati mbretëror nuk u prek. Enver Hoxha qëndroi vetë rreth 3 javë në këtë pallat, por më pas ai vinte vetëm për kafe. Kjo është porta origjinale e pallatit të mbretëror. Është porta origjinale siç ka qenë me pjesën e perçinave, nëse mund të quhet kështu, të bronzit. Shiheni se sa e bukur është, me mermer, ndërkohë që kjo fshe, shive dhe si është edhe doreza, por nuk e di nëse duket, doreza që vendos mbylljen e pallatit, është shumë interesante, por doreza që vendos mbylljen, por ndërkohë brenda saj është dera e dytë, e cila shërbente për të shmangur të ftohtin që mund të vinte nga dera e parë. Dera e dytë është kjo derë këtu dhe është nga më të bukurat që mund të gjesh në të gjithë Shqipërinë. Krejtësisht bronz me stemën, me shqiponjen me 2 krerë të vendosur me dorez bronzi dhe me xham. Keni parasysh vetratat vitit 1940. Është ndoshta nga dyert më të bukura, më shihni pak përtej kësaj duhet të jem siluet, por pamja është shumë e bukur. Shihni. Shihni se çfarë mrekullie është dera e dytë e pallatit të brigadave, edhe pjesa e mbylljes saj është shumë interesante, nuk më thot shihni. Kjo është pjesa e vjetër e mbylljes, së bashku me pjesën që tani nuk punon më, që është klasike e asaj kohe. Nuk ju tregoj dot gjithë detajet për arsye se është një pjesë punon, është e gjitha e plot. Nuk shkoj dot, këtej është pjesa e banjave atje, këtu është garderoba, nuk do futem dot në çdo detaj. Çdo gjë është dizenjuar. Shiheni këtë pasqyrë me mermer të rrallë italian, e cila sipër është me një pikturë mbi të dhe e gjitha me bronz. Të gjithë abazhurët e pallatit mbretëror janë dizenjuar për të, si ky abazhur këtu, i cili është bronz. Çdo pjesë është vizatuar nga 2 arkitektët kryesor, Gerardo Bozio në fillim dhe Giulio Berté më mbrapa. Janë ende sot në bodrumet e pallatit janë dizajnet e plota të mobiljeve, si dhe të gjitha serviset, pjatat e Richard Gjinorit, thikat e argjendit, spirunjt, sot përdoret për aktivitete, të gjitha karriget, tavolinat Tiboshini dhe karriget në këtë hall të madh të pallatit që është holli hyrës janë origjinale. Mermeri është jeshil, kjo është pjesa që shkon në banjot publike, pra po quaj në banjot e hollit të pallatit të brigadave. Të gjithë stolat që po shihni këtu ose koltukët janë origjinal të kohës dhe janë me dorez bronzi. Shiheni se si është doreza e bronzit. Kjo është pjesa e hyrjes së katit dytë, që është për mua kati më i bukur i pallatit të brigadave dhe më privati. Kjo është pjesë më e njohur. I gjithë mermeri është origjinal. Vazot nuk janë origjinale, janë sjell nga Kina në mos gaboj në vitet e komunizmit. Në atë derë atje shkohet në zyrën e mëkëmësit të mbretit, por edhe në zyrën që duhet përdorte mbreti. Ndërkohë që këtu janë 4 dyer kryesore. Unë po hy në derën e tretë, dera e parë të çon në një anë, dera e dytë të çon në hyrjen kryesore. Kur hapej kjo derë, ishte dera që të çonte direkt tek froni, ndërsa këtej është një pjesë shumë interesante, po vi nga këtu, do shkoj te salla fronit, te salla ngrënies dhe do vazhdoj në zyrën e Jakomonit. Kjo është pjesa më e bukur. Të gjitha gjërat janë origjinale me përjashtim të qilimit i cili është bërë në Kinë. Kjo është një pjesë biblioteke, nëse mund ta quajmë kështu. Kjo është tavolina më e bukur që ka qenë këtu në mes, por është lëvizur për evente. Është një tavolinë e bërë gjitha me mermer dhe e punuar. Sot punohet me teknikën e waterjetit, por në atë kohë është punuar me dorë. Cop më cop është sjellë dhe është montuar. Shihni dhe stemën, shqiponjen me 2 krerë, me stemën e Savojës sipër
mbi të është nga gjërat më të mrekullueshme që ka pallati, me këmbë druri, ndërkohë që pjesa e ngrohjes pallatit brigadave është fshehur pas këtyre punimeve tilla. Këtu mbrapa janë kaloriferët, siç i quanim ne, të kohës, edhe pasqyrash origjinale, për vazot nuk jam i sigurt. Kam përshtypjen kanë ardhur nga Kina, ka qenë një kategori vazosh që kanë ardhur nga Kina dhe nuk kam pasur mundësi. Këtu jemi në pjesën tjetër të sallës që shërbente si sallë ndihmëse. Është kjo sallë, salla e fronit dhe salla e dytë ndihmëse. Po kaloj këtej dhe po kthehem pasaj për të parë dhomën e ngrënës. Kjo është salla kryesore e pallatit mbretëror. Kur hapej dera, sot shërben për evente, ende ka gjurmë të eventeve që janë mbajtur, këtu vendoseshin dy fronët e kuq, froni i mbretit dhe i mbretreshës. Eksaktësisht këtu, Viktor Emanueli II bëri pritjen e tij të famshme, Viktor Emanueli III bëri pritjen e tij të famshme si mbret i Italisë, Shqipërisë dhe perandor i Etiopisë. Eksaktësisht në këtë zonë këtu. Salla kryesore e fronit, që ka dy dyer kur hyn, ajo ishte dera kryesore thash, ka një mini balkon sipër për të vendosur orkestra ose për pajisje ndihmëse, ndërkohë që të gjithë shandanët dhe pikturat janë origjinale. Në vitet e komunizmit ato ishin mbuluar me një copë, por ama komunistët nuk e prekën pallatin e brigadave, nuk i prekën asnjë detaj atij dhe ky është ndoshta një nga meritat e tyre. Çdo gjë është origjinale. Kjo është salla e dytë, ku një pjesë e mobiljeve nuk janë më origjinale, pra të dy mobiljet atje në krye janë kineze, kanë ardhur më vonë. Këto janë mobiljet me rombe tipike të pallatit të brigadave. Sërish kjo është kineze, nuk është origjinale, por të dy mobiljet këtu dhe pasqyrat në dy anët tjera janë origjinale. Ka një paradhom të vogël që mund të ishte për një takim më privat dhe thash, kjo është salla e fronit e pallatit mbretëror shqiptar. Këtej hym në një pjesë shumë interesante që nuk ishte private, ishte po ashtu pjesë publike, është salla e madhe e ngrënjeve me një tavolinë gjigande, nuk e di tani sepse është pak e vështirë, ja ku arritëm. Janë dy tavolina, është kjo tavolinë që është bërë më pas dhe nuk ka lidhje, dhe kjo është tavolina zyrtare e ngrënjes që duhet mas me hapa që ta shoh sa metra duhet jetë. Sa metra duhet jetë? Se është e vështirë ta thuash, e cila shërbente për 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32 persona, 15 tej, 15 andej dhe 2 në krye. E gjitha me mermer të rrallë, me shenjën e Savojës në mes, ndërkohë që kishte ende karrige tjera që shërbenin. Këtej është zona e kuzhinës, nuk do hym, kjo është pjesa e servirjes, ndërkohë që pjesa më interesante është që nga dhoma e ngrënjes mund të shkosh drejt për drejt në zyrën dhe në pjesën e zyrës private të mbretit që është përdorur nga Jakomoni. Shiheni mermerin poshtë, është mermer i rrallë. Kjo ishte një nga 2 paradhomat e Jakomonit. Çdo gjë është origjinale, ndërkohë që më pas vazhdon për në duhet hym nga ana tjetër, u hap. Do hym këtej. Kjo ishte një dhomë ndenje shumë e famshme me zyrën, do të një zyrë me një pjesë ndenje. Kjo është tavolina e famshme e Jakomonit, ku ai është fotografuar disa herësh dhe një foto e Qerembej Vlorës me koltukun origjinal, abazhurin origjinal, abazhurin e madh origjinal, koltukut origjinal dhe librat të cilët janë të mbetura që nga atë kohë. Janë dekretet ligjore të Italisë asaj kohe. Shiheni çfarë mrekulli është, dhe është e gjitha e veshur me buazëri, me dru të rrallë, ende sot nuk ka lëvizur asgjë. Shiheni veshjen që ka, shihni abazhurët, po të vini re, asnjë abazhur nuk ngjan me tjetrin, janë tipologji të ndryshme, koltukët vetë janë të jashtëzakonshëm, ende sot kur ulesh thua si ka mundësi që t'jenë prodhuar 85 vjet më parë me këtë cilësi. Janë të jashtëzakonshëm, janë realisht të jashtëzakonshëm, ndërkohë që këtu shkohet në dhomën, në paradhomën e Jakomonit, ku qëndronte normalisht sekretarja, e cila ishte në zyrën atje tutje, dhe këtu ishte parapritja e njerëzve që vinin për të takuar Jakomonin. Uleshin këtu prisnin për të hyrë në takim me të, sekretarja ndej, kjo është kineze, nuk ka lidhje me pallatin e
mbretëror, edhe kjo dhomë e gjitha me buazeri, është e gjitha e veshur e tillë, edhe tavani është origjinal dhe prej këtej dalim prap në pjesën e famshme të hollit madh. Nuk gjen, tualeti ishte këtu, tualeti personal. Ky është tualeti personal që përdorej për zyrën, duhet jetë i mbyllur, mund ta hapë. Ja dhe tualeti, kjo që nga interesante, tualetin personal, sa herë kam hyrë në pallatin e brigadave sot, po e shoh për herë të parë. Ja ku është, që mund të hyet direkt dhe me ashensorin, i rrallë për kohën, shiheni dhe ashensorin, që është shumë i rrallë, por nuk punon, dhe pjesa e tualetit, i cili është ribër më pas, por që ka tavoli, po e ka original lavamanin. Pra ky ishte tualeti i paradhomës së Jakomonit, më këmbësit të mbretit, dhe këtu rikthehemi tani për të vazhduar turin në pjesën më të bukur të pallatit brigada, për mua, pallatit mbretëror, pjesa më e bukur është kati i dytë. Do ta ndaloj këtu dhe do vazhdojmë pas. Ndiqeni çfarë mrekullie është kati i dytë, ku ndodhet dhoma e mbretit, mbretreshës dhe dhoma e mëkëmbësit, sepse pallati u përshtat për një mëkëmbës dhe për mbretin. Po kjo çfarë është kjo këtu?